pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar një hadith kutsi ta Allahu dhul Xhelal ku thot as-sawmu li wa ana azzi. Do thot agjërimi është për shkak të meje, edhe unë jam ai i cili e shpërblej, do thot agjëruesin. Se këtë këto vepra tjera, do thot mundesh mi bëu për njerëzit. Mu fal për njerëzit, me dhon zat çat për njerëzit, me shku në haç për njerëzit. Do thot varësisht a ke shku, do thot për Allah apo për njerëzit, na nuk e dina. Do thot për atë arsye se është një vepër që mundesh me bëu për Allahin, po mundesh me bëu për njerëzit. Ama agjërimin s'mundesh me bëu për njerëzit. Pse se nuk mundesh dikujt me argumentue që jetë moti Ramazan. Këtë punë din veç Allahu dhul Xhelal. Se njerëzit mundin me të pa edhe të hongër, po ti nuk e hongër me qëllim, po ke hongër pa qëllim për atë arsye se e ke habitën menën se Allahu dhul Xhelal ti ka marrë mend se ka dashur me të ushqyje, ka dashur me dhënër, me hongër edhe me pi.